Me rastin e përkujtimit të 2 prillit të vitit 1991, në Shkodër, pranë memorialit në sheshin 2 prilli, u vendosën kurora me lule nga përfaqësues të Partisë Demokratike në Shkodër dhe në Shqipëri. I pranishëm në këtë ceremoni ishte edhe lideri i opozitës Sali Berisha, i cili vendosi kurora me lule pranë memorialit. Në fjalën e tij, Berisha tha se nderimi më i mirë për martirët e 2 prillit është rikthimi i votës së lirë. 35 vite më parë, engjujt e demokracisë, siç u quajtën në atë kohë, të rinjt shqiptar në misionin e tyre, u fliuan në këtë shesh nga një barbari e vërtet e regjimit, në një protest paqësore, më të civile, më të qytetëruar që mund të bëhej. Edhe njerë theksoj se martirizimi i tyre u bë dritë dhe u garantoi shqiptarët se ajo sakrificë ishte përcaktuese për zgjedhjet e mëpasme me të cilat ne përmbysëm diktaturën. Por sot, nderimi i tyre më i mirë është të përmbushim misionin e rikthimit të votës lirë të shqiptarëve. Po më pyete për demokratet, unë të përgjigjem. Po më pyete për ata që jipen me qera, unë s'kam punë me ta. Ata qofshin. E ke dhënë me qira? Ata i japin veten me qira. E japin veten me qira dhe dalin e bërtas. Unë nuk them që s'ka qenë, ai ka qenë, por problemi është se ai është kap me përsh ndosh, kap duke vjedh dhe rrin drejton bashkinë. Po pse drejton bashkinë? Se Rama ka vjedh 10 herë më shumë. Kurora me lule u vendosën edhe nga deputetët demokrat, familjarët e të rënëve dhe përfaqësues të Partisë Demokratike në Shkodër. Pas homazheve, Berisha u ndal në ambientet e Golden Palace, ku zhvilloi një takim me ish të përsekutuarit politik në Shkodër. Më herët, pranë memorialit në sheshin 2 prilli, u vendosën kurora me lule nga përfaqësues të Bashkisë Shkodër, ndërsa u shënuan edhe incidente pasi militant të Partisë Demokratike i hoqën këto kurora para fillimit të ceremonisë së demokratëve.